Qendra për hapje dhe dialog zhvilloi një veprimtari përkujtimore kushtuar poetit të madh Lazgush Poradeci në ditën e ndarjes së tij nga jeta. Aktiviteti kishte për qëllim të nderonte figurën dhe trashëgimin e tij të vyer letrare, duke risjell në vëmendje veprën e një prej përfaqësuesve më të shuar të poezisë shqiptare. Gjatë veprimtarisë, nxënësit e shkollës Sotir Gura u ndalën në jetën dhe krijimtarinë e poetit Pogradecar, në mënyrën e tij të veçantë të shprehurit, në thellësinë e ndjenjës dhe në dashurinë e pafundme për liçenin e Okrit dhe vendlinjen e tij. U lexuan poezi të zgjedhura, u sollën kujtime, interpretime dhe reflektime mbi rolin e Lazgushit në zhvillimin e poezisë shqipe, si dhe ndikimin që ai ka pasur tek brezat e mëvonshëm të krijuesve. Kemi përgatitur disa poezi të ndryshme, si dhe ese, si disa nga poezitë më të përmendura të Lazgush Poradeci, si mund të jetë Dremit Liqeri, apo dhe shumë të ndryshme që janë të njohura në tërë Shqipërinë. Shkrimet e tij më duken shumë artistike, me fjalor shumë të pasur. Përveç poezive të ndryshme që kemi përfshirë në këtë aktivitet, kemi përfshirë gjithashtu edhe një këngë që quhet Ku vemi shpesh, të cilën e këndon njëra nga shoqetona. Dhe gjithashtu kemi përfshirë një bisedë midis Lazgush Poradeci dhe Mitrush Kutelit me anë të inteligjencës artificiale, e cila është realizuar shumë bukur dhe duke sikur i sjell në jetë që të dy ata. Ky kujtim simbolik ishte një homazh për njeriu që e deshi vendin e tij me gjithë shpirt dhe ja fali atij vargjet më të bukura të dashurisë dhe natyrës shqiptare.